Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer sërish këtu në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ne kohë pas kohe tek Talent në shtëpi pikasim artistët e rinj që shkojnë atje dhe sigurisht duam t'i kemi edhe këtu në mesin ton, nga një studio në studion tjetër. Kemi të ftuar sot Sajana Kodele, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Puntata e parë kaloi për ty në Talent në shtëpi. Si ndihesh ti sot? Jam akoma me emocione. Kam kaluar shumë bukur edhe jam shumë e lumtur që u riktheva sërish në diell. Të pëlqen bota e televizionit apo jo? Më pëlqen, jam marrë që e vogël edhe tani është kthyer në një pasion, kështu që nuk e ndajm televizionit derisa të marr atë famën që unë meritoj. Kthehemi te Talent në shtëpi. A kishte ndonjë moment që ndjeve vështirësi gjatë audicioneve ose kur ishe në skenë? Gjatë audicioneve jo, stafi ka qenë shumë i afërt me mua, kanë qenë shumë të mirë, shumë bashkëpunues. Gjatë performancës po, sepse ishin ato emocionet që unë kisha shumë kohë pa i përjetuar edhe ishte pak vështirësia. Shumë kohë pa i përjetuar përse? Ke marrë pjesë edhe në reality të tjerë? Po, kam qenë pjesë edhe The Voice Kids, edhe shumë formateve të tjera në televizionet të tjera, po kisha 4 vite që isha shkëputur nga televizioni, që nga dalja e fundit në e diell me shokun Tili, edhe ndaj më mungonin shumë ato emocionet. Si të priti publiku, çfarë të thanë shokët, shoqet, familjarët? Publiku më ka pritur shumë mirë, me sa kam parë është performanca që është klikuar më shumë, edhe më vjen shumë mirë. Shokët dhe shoqet gjithmonë shumë suportues, edhe familjarët gjithashtu. Cilat janë mendimet e para që ty të vinë në kokë para se të hysh në skenë? Çfarë mendon? Mendoj se si do dal, nuk e kam problemin tek pjesa e vokalit, po më shumë tek pjesa e pamjes. Emocionet e para janë në fakt vetëm për pjesën e materialit, varet çfarë materiali këndoj, nëse ka një material të madh edhe si ajo që unë këndova, si Evita, është një këngë e mrekullueshme. Është një material i cili është shumë i vështirë, edhe duhet patjetër një përgatitje shumë e madhe dhe prova shumë prova. Ndonjë kritik a morre nga performanca e jote? Nuk kam marrë asnjë kritik, edhe nuk kam shumë dëshirë të dëgjoj, kështu që jemi shumë okay. Komentet e jury si i pritet Bardhit, Krusita, si dritet? I prisja më kritik. Normalisht Krusita është pak kritike, po i prisja ishin komentet të drejta edhe më pëlqen shumë. Si driti është i preferuar i, mund ta them po. Sajana, mos gaboj, ti ishe me 3 pesa, a? Po, 3 me pesa. pikët maksimale. Kishte pikët maksimale, kështu që ato komente, kritikat nuk ishin aq të mëdha kur përkthehet në një. Po çfarë është diçka që ty të dallon më shumë nga konkurrentët e tjerë? Nuk e kam dëgjuar të gjithë konkurrentët, i njoh disi nga formatet të tjera, po mendoj që më dallon çështja e ngjyrës vokale. Edhe ana performative. Mendoj që jam pak më Je më lart se të tjerë. Është ndonjë artist që të inspiron? Më inspiron Elvana Gjata, është një këngëtare shumë e mirë, shqiptare, ndërsa e huaj është Siena, e cila gjithmonë e ndjek në çdo dalje të saj dhe çdo koncert live, edhe më pëlqen shumë. A do na këndosh një këngë të Elvanës? Të Elvanës, po. E unë zjohem në mëngjes, si kur jam me ty, dërgoj lutje lart në qell, po nuk vin aty, e sa herë kujti me gjej, vetën e gënjej, unë e gënjej, për ty s'të gjej. Wow. Sajana, përveç zërit që më pëlqen te ti, më pëlqen shumë edhe ai besimi që ti krijon me veten kur thua unë dua të marr atë famën që meritoj. E reflekton edhe në gestikulacion, domethënë e di talentin që ka dhe ka vetë besim. Po duket që është edhe e përgatitur se ka qenë në skenë për gjithë ato vite. Po na thuaj sa kohë të dash të bësh e gati për Talent në shtëpi, si ka shkuar rrugtimi para se të futesh? Po, për Talent në shtëpi më është dashur të punoj pak. Duke që se thash, eksperiencat e tjera kanë të bëjnë shumë se ti
duke punuar gjatë gjithë kohës, kur ke vite që këndon, nuk të duhet më ai impenimi i madh, por gjithsesi jam përgatitur të paktën 1 muaj për performancën që un kam dalë në televizion javën e shkuar. Do na tregosh pak si është të kesh në krah një moderatore si Egli? Eglin e përshëndesim. Egli është një dashuri, është një ëmbëlsirë, unë e dua shumë, e kam ndjekur që me fillimet e saj, që në publikimet e para në këngë, edhe më pas në Big Brother, dhe realisht është po ajo që duket në televizion, është shumë e mirë, edhe gjatë gjithë kohës që ndron pranë, na pyet gjatë gjithë kohës nëse kemi nevojë për diçka. Është edhe më e mirë nga afër. Po, është akoma më e mirë nga afër, edhe shumë e shumë e kujdesshme, bukur. Po. A të ka dhënë Egli ndonjë këshill ty para se të hyje në skenë? Para se të hy në skenë, jo, se nuk e kemi atë kontaktin, por gjatë audicioneve, po. Më ka dhënë këshilla edhe ka qenë ajo #1 supporter. Po kjo mistrece që kemi këtu, kjo Ina Pashollare, ju ngacmoni çik në prapa skena kështu? Jo, ajo është shumë e ëmbël, nuk na ngacmon fare. Për kë po flet mo? Unë shkruaj jam shumë e mirë. Po, cila është ëndra jote më e madhe? Ku e sheh veten pas talent në shtëpi? Çka synon? Pas talent në shtëpi, do kisha shumë dëshirë që të publikoja këngë të mijat. E kam një ëndër të kem 2-3 albume të paktën. Edhe më pas të shoh Eurovision është një ëndër tjetër shumë e madhe. Tani do na këndosh edhe një këngë tjetër? Çfarë të do i zemra aty? Të kam gjetur ty, ti se di se shumë kërkova unë me ty. S'do të thoja kur u lodha ti tani, ti e raje e zemrës si me bashk me ty. Le të thinjet jeta ime ju dua shumë, jeni shumë mirë. U emocionova. Ke kënduar këngën Faleminderit. time që unë e dëgjoj 24/7. Ta Aurela Gaça. Livia po na çan nga ana tjetër. Jo, unë emocionova, dhe me thënë me të pasur live është me vërtet një emocion shumë e madhe. Shumë faleminderit. Sepse ekrani nuk e di, mund t'japin mbas edhe një ndjesi tjetër, por me të pasur me këtë zallë, duket parë, duket të ndjej shumë, më pëlqeu. Shumë faleminderit. Neve duam edhe një tjetër, do na këndosh një. Ngopemi me zërin tënd. Të huaj po Të patjetër. ikmi në Eurovision. The world was on fire, no one could save me but you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Më duket se gjitha pikat e dota. Jemi shumë rregull. Faleminderit. Është i vështirë si të Këtë vajzë kur të ndahemi nuk duhet ta dëgjojmë. Jo, unë mendoj se këtë vajzën t'i mbani mirë marrëdhëniet, se dihet nesër pas nesër çfarë ylli bëhet. E vërtet. Uroj një ditë të jem aty duhen duke biletat e shkruar koncertit kodin pastaj. për të votuar në Eurovision. Ta uroj me gjithë Shumë shpirtin. faleminderit, jeni shumë të mirë. Të na përfaqësosh. Jam vërtet shumë e lumtur që isha sot këtu me ju, edhe shumë e lumtur që jam pjesë e talent në shtëpi. Edhe ne ishte shumë Faleminderit. kënaqësi që të kishim Jeni pjesë shumë të tonë. mirë. Faleminderit. pafundshme. Shumë faleminderit. Ne si gjithmonë do largohemi për një hapësirë të vogël publicitare. Do rikthehemi sërish këtu. Prap me disa të ftuar të talent në shtëpi, Po, kështu që na ndiqni, vazhdojmë.